أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdërimet janë për Zotin ton, krijuesin dhe udhëzuesin ton. Salatë dhe selamet, përshëndetjet dhe lutjet tona më të mira dhe më të sinqerta janë për më të mirin e gjithë pejgamberëve Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, sot inshallah do të flasim për një temë të rëndësishme e cila ka të bëjë me dashurin tonë dhe dashurin Allahu Teala Muhammedin të birin e Abdullahut, për dashurinë ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Se njerëzit para se të vinte Muhammedi alayhi salam si vull e gjithë pejgamberve, me të cilën përfundon të vargu i gjatë i karavanit të pejgamberve të zgjedhurve të Allahut që e kishte dërguar tek njerëzimi, që Allahu t'i nxirrte njerëzit nga errësira në dritë dhe ata t'i thirrnin njerëzimin në besimin e drejtë, në besimin se nuk ka Zot që meriton mu adhuru me drejt veç Allahut, dhe t'i thirrnin në kushtet e besimit, në kushtet e imanit që ka qenë tek gjithë pejgamberët thirrja e njëjtë, që ajo ishte të besuarit se nuk ka Zot që meriton mu adhuru me drejt veç Allahut, se ata ishin të dërguar prej Zotit, e ne si ummeti Muhamedi se me kem obligim me besu se Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguar i Zotit tek ne, obligoheshin të besonin që të gjithë, obligoheshin që të besonin se ekziston bota e melekve, që është amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, të besonin se ekziston të botë e fshehur e melekve dhe e gjinve, dhe të besonin se Zoti kishte dërguar libra të shenjtë dhe kishte dërguar pejgamberler përzgjedhur nga mesi i tyne, e ata e mbanin mesazhin nga Zoti i tyne. Wal yawmil akhir, besonin se ka ditë gjykimit në cilën do të dalin dhe do të japin llogari para Zotit tyne, wa bil qadari khairihi wa sharrihi min Allah, dhe të besonin se gjanat janë me caktim dhe se nuk mundet asnjëri prej neve të bëjë një fjalë apo një veprim përveç se Allahu Teala ka dijen paraprake për të dhe është gjanat janë me caktimin e Zotit. Që të gjithë pejgamberët pa përjashtim kanë thirrë në këto premisa apo këto parime. Por dallimi mes thirrjeve tyne ka qenë sa i përket çështjeve të shariatit apo ligjeve, halalit dhe të haramit, të urdhrave dhe të ndalesave. Aty kanë mund me dallu prej njëri tjetrit, por sa i përket çështjeve bazike të besimit, që gjithë kanë ardhur me prediku thirrjen se ekziston vetëm një Zot, se Zoti nuk ka lind dhe nuk lind kush prej tij, dhe se Zoti nuk ka pasardhës e as paraardhës, por është i vetëm pa fillim dhe pa mbarim, dhe kjo është shumë e rëndësishme në çështjen e tauhidit apo njëshmërisë së Zotit. Thot Allahu Teala në suratul Jumu'a ajeti 2, ai është që arabëve të pashkollu mu dërgoi pejgamberin nga mesi i tyne që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në një humbje të dukshme. E gjet një shoqëri të shthurur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, e gjet një shoqëri e cila ishte e zhytur në zullume, në padrejtësi mas pari ndaj Zotit tyne, e kishin mbushur përplot me idhuj, qabën e nderuame dhe oborin e saj ishte mbi 360 idhuj, kishin mbushur me padrejtësi mesin e tyne, shkeleshin dispozitat e krijuesit, haramet ishin bë halal, ndalumet ishin bë të lejume, e të urdhëruarat ishin bërë të ndalume dhe kishin ndru fen që kishte mësu ndërtuesi i qabës së bekuar Ibrahimi alayhis salam me djalin e vet Ismailin alayhis salam. Prandaj në një shoqëri tillë ku alkooli pihet më shumë se uji,
ku prostitucioni, kur vrija kish marë për masat të mëdhaja, ku kamata ishte bë legale në mesin e tyne, ku shkeleshin normat e drejtësisë dhe ishin legalizu këtë çështje, ku njerëzit nënçmoheshin për shkak ngjyrës së lëkurës së tyne apo pozitës sociale shoqërore të tyre. Me një fjalë, shoqëria para Muhamedit alayhis salam ishte një shoqëri shumë e ngjashme me shoqëritë sot që shohim në botë, po besa edhe tek ne. Në ato vende, Allahu Teala thot: "Ua dërgova arabëve të pashkolluar pejgamberin nga mesi i tyne." Allahu e dërgoi dhe pastaj në surët Tauba ajeti 128 tha: "Juve ju erdhi i dërguari nga lloji juaj", do të thonë ishte njeri, nuk ishte një melek, nuk ishte jashtëtoksor, po ishte nga mesi juaj. Ishte kurajshit, ishte arab i dërguar në Mekë, nga lloji juaj, ati vjen rand për vujtjet tuaja, sepse dëshiron rrugën e drejtë për ju, është i ndjeshëm dhe i mëshirshëm për besimtarët. Surët Tauba ajeti 128. Pastaj Allahu Teala i tha: "O ti pejgamber, ne dërguam ty dëshmues, lajmtar, përgëzues dhe qortues." Dhe përgëzues që njerëzit ju thotë se nëse i bindeni Zotit dhe dërguarit ti, ju përgëzoj që do të jeni në botën e shpërblimit dhe kënaqësive në botën e përhershme, xhennetet e Zotit. Dhe sa ishte qortuese, po nuk ju përgjigjet thirrjes Allahut dhe dërguarit ti, i qortonte se për ju do të ketë ndëshkim dhe dënim me zjarin e xhenemit. Dhe me urdhën e Allahut thirrës për në rrugën e tij dhe pishtar ndriçu. Surët Ahzab ajetet 45 dhe 46. Allahu do thotë: "E dërgoj që t'i thriste njerëzit dhe t'u tërhiqte vërejtjen." Ishte edhe përgëzues, po edhe në njëjtën kohë edhe që qortues. Është e vërtetë se Allahu thot në Kur'an, është e vërtetë se Allahu u dha dhurat të madhe besimtarve, kundërtan nga mesi i tyre dërgoi të dërguar që atyre t'u lexoj shpalljen e tij, ti pastroje ata, se nëse i përgjigje Zotit, Zoti të pastron ty prej mëkateve dhe lëshimeve të mëhershme që i ke bë. T'u mësoje Kur'anin dhe shariatin dhe pse ata më parë ishin krejtësisht humbur. Surat Ali Imran ajeti 164. Prandaj çdo njeri i cili beson Zotin, se ka Zot, dhe sa ai është i vetëm, pa fillim dhe pa mbarim, s'ka lind dhe nuk ka lind kush prej tij, s'ka para arzë, nuk ka pas arzë, sa ai është furnizuesi ynë, sa ai është krijuesi ynë dhe i çdo gjëje që shohim dhe nuk shohim, atëherë ka për obligim që me pasu edhe pejgamberin që Zoti i ka zgjedh për ta. Në rastin e umetit ton, është pasimi i Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ai është i dërguar i Zotit tek ne, e ne jemi të obliguar deri në ditë gjykimit, që gjithë popujt, po më parasysh, cilët populli takon, çfarë ngjyre të lëkurës ka, çfarë gjuhë flet, që gjithë jemi të obliguar me pasu këtë zgjedhur të Zotit, që është dërguar me na mësu fen e Zotit. Dhe për këtë jemi të obliguar që me dasht Muhamedit alayhi salatu wassalam ma shumë edhe se veten ton, edhe se njerëzit në përgjithësi. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin që e transmeton Buhariu dhe Muslimi, thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "As kush për juve nuk do të besojë besim të vërtetë dhe të sinqert, derisa unë të mos jem më i dashur për ta se sa prindi i tij, mia i tij dhe gjithë njerëzit." Jemi të obliguar me dash Muhamedit alayhi salatu wassalam më shumë se çdo send. Edhe se vetja jo, edhe se prindërit ton, edhe se fëmijët ton. Dashuria ndaj Muhamedit alayhi salam do të më qenë e para, pas dashurisë së krijuesit, Allahu Teala, pastaj ne vjen dashuria ndaj këtij të zgjedhur që është ardhur me na shpëtu të përhershme, me na tërheq vërejtjen. Dhe i ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam Omerit radiallahu anhu, kur erdhi ai dhe i tha: "Ja Rasulullah, ti je më i dashur për mua se çdo send, përveç ka thonë vetës time, du ma shumë sekret, o vetën e du ma shumë." I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Jo Omer, jo,
pasha atë në dorën e cilit të shpirti im, nuk është kjo sinqeritet në dashuri ndaj pejgamberit tënd, derisa të jem unë më i dashur për ty edhe sa vetja jote, edhe se vetja jote. I duhet të dënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam më shumë edhe se vetja jote. Atëherë Omerit radiallahu anhu i ra ndërmend ky përkujtim dhe tha, tani pasha Allahun je më i dashur tek unë edhe se vetja ime, e tani i tha Omer, i tha pejgamberi alisam, edhe të transmeton Buhariu, e tani është ajo e cila t'jep ëmbëlsinë e imanit. Se thot Allahu Teala në surat Al-Ahzab ajeti 6, pejgamberi është më i ndihshëm ndaj besimtarëve se sa ata ndaj vetes tyre. Se duhet me dash Resulullahin sallallahu alaihi wasallam më shumë se prindin e vladin edhe se veten tënde, se ai është më i kujdesshëm për ne dhe fatin ton dhe ardhmërinë ton se sa dhe neve për veten. Njeriu për me bë vetit qef dhe me pasu epshin e vet është në gjendje shpesh herë me i shkel ligjet e Zotit dhe me bë gjëra që janë dëm të vetes. Ke pa njëri e ka smujën e sheqerit, edhe mjeku është më i mëshirshëm se sa epshi i këtij për veten e vet. Apo e vladi, apo prindi për të smundin, jemi më të mëshirshëm në herë se sa dhe njerëzit që dinë me qenë për veten e tyre. Msheht mundohet me hongër diçka që është në ndamin e tij, e ne shkojmë edhe hekim prej dorës së tij. A ka njëri mundësi me qenë më i mëshirshëm ndaj dikujt se ai për veten e vet? Ka. Dhe neve jemi dëshmitar shpesh herë që ne jemi më të mëshirshëm për të smunti se sa vet i smunti për veten e vet. Për fëmijën ton, na jemi më të mëshirshëm se sa fëmiu për veten e vet. Ne mundemi e marrim në kontroll fëmijën që nuk është i vetëdijshëm, apo ka probleme mentale, qoftë prindi kur të goditet ndaj smundje mentale, sikur që është Alzheimeri ose skleroza, edhe nuk din që është e dëmshme dhe e dobishme dhe mundet me qit dorën në zjarr me djeg veten, qoftë prindi apo fëmiu që nuk i din rreziqet që ballafaqohet me to, dhe ne jemi më të mëshirshëm për ta sa ata për vetet e tyre. Dhe Zoti ynë, krijuesi ynë për ne është më i mëshirshëm për ne se sa ne për veten tonë. Andaj urdhëresat që Allahu na i ka dhënë ne, apo ndalesat që na i ka ndaluar ne, është bë kryekput për shërbimin ton, është bë për ne, që ne, edhe pse nuk jemi të vetëdijshëm dhe nuk e dim se çfarë na pret në botën e ardhshme, Allahu që e din çfarë na pret, ai ka vu disa ligje që më na lehtësu jetën. Andaj edhe thot bënë këtë ose mos e bën këtë, është bë kjo për të mirën ton. Prandaj edhe Muhamedit alayhis salatu wassalam e kemi më të mëshirshëm për ne se ne për veten ton. Andaj edhe obligohemi që ta dojmë më shumë atë se veten ton. E për më tepër subhanallahu, kur e shet dashurinë që krijesat e Allahut e kanë pas ndaj Muhamedit alayhis salam, njëri i vihet turp që mos pasojë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Gjonat për rreth nesh. Pejgambert e Zotit janë dallu prej njerëzve normal me mucize, me mrekulli që i kanë posedu. Dhe ata janë dallu prej neve. Kanë pas gjona, kanë di sende, kanë pa gjona që ne njerëzit normal nuk mundëm me i pa. Pandej janë qujt pejgamberler dhe kanë pas mucize, mrekulli që i ka bë që të jenë të dallueshëm për njerëzve të thjeshtë. Ko pas ko kanë bë gjona të cilat s'kan mund me i bë njerëz të thjeshtë. Për shembull, Isa alayhis salam ka mund me i shëru do të thot verbrit, qorrat, ka mund me i shëru njerëz që kanë pas sëmundje të lëkurës. Sulejmani alayhis salam ka mund me bisedu me shtazë dhe shpesë. Do të thot kanë pas gjona që njerëz normal nuk i kanë pa, edhe nuk i kanë pas. Por ai ka pas, ka mund me komuniku me botën e gjinve. Të gjithë pejgambert kanë mund me komuniku me Gjibrilin alayhis salam, me melaqe që ne nuk i shohim. Këto mrekullira që i kanë pas ata, por nuk i kemi ne. Moses alayhis salam Allahu i ka fol drejt për drejt në kodrën e Sinas. Muhamedi alayhis salam është bequ me shumë mucize, mrekulli të ndryshme që i ka bë mu dallu për njerëzve normal. Shamu thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbu. Kodra Uhudit na dën dhe ne e dojmë atë. Kodra Uhudit o diku gati 6 kilometër gjatësi.
dhe e nalë, është kodër jashtëzakonisht e madhe, gjigante, bjeshka Uhudit. E ka thonë, më dënë mu dhe neve pasust e Muhamedit a.s. Qësh, një zote di qësh na dënë, mi po shprej dashurin dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe ne e dojmë. Pasi Muhamedi a.s. me ka dasht, e dojmë edhe ne, pa dhe musliman sot e kësaj dite, e kanë një prej pikave, referencë të vizitave, shkojnë dhe kjo kodër që shprej dashurin dhe Muhamedit a.s. dhe umetit të tij. Dhe e dojmë për shkak kësaj pune. Se kodra e donë Muhamedit a.s. Nëse thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e një gur që më ka përshëndetën Mekë, më ka dhënë selam para se më ardh shpallja, para se më u bë pejgamber. Unë e njoh atë gur edhe tani, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadithi është Sahih Muslim. I pari për Uhudin është e Buhariu, ndërsa ky hadithi i dytë është Sahih Muslimi. Nëse kanë shpreh dashurinë, ku jemi neve në shprehjen e dashurisë tonë ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po ashtu tregon sahabia, thot, ishim dal me Muhamedit alayhi salatu wassalam, ja le ibn Murra Thaqafi, thot dole me pejgamberin alayhi salatu wassalam, kemi arrit te një vend dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam ra me pushu dhe zugjumi. Aty në thot e pam një dru që u qa toka dhe levizi alamet trong i pemës, erdh duke e qarë tokët derisa e mbolej Muhamedit alayhi salatu wassalam, e pastane u kthy tek vendi i tij. Thot, ne kur u zgju pejgamberi alayhi salam ja përmendëm këtë dhe ai na tha, është një dru, është një trong, është një pemë që ka kërku leje prej Zotit që ta përshëndes Resulullahin sallallahu alaihi wasallam me selam, e Allahu i ka dhënë leje. Hadithi është sahih dhe ka transmetu Imam Ahmedi në Musnedin e tij. Këto janë mugjizë, kanë njoftë edhe lisi. Për shembull, kemi ndodhin tjetër kur pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin që e transmeton Buhariu në Sahihun e tij, Muhamedi alayhi salam e ka pas një xhami shumë të thjeshtë, të ndërtuar edhe të shtruar. Ka qenë kryesisht me dhe, nuk ka pas ndonjë shtroje dhe e mbuluar me gjethe të palmave, të hurmave, dhe ka pas edhe një trong të prerë, të palmës së prerë. Dhe aty në hyp të pejgamberi alayhis salam dhe mbante fjalimin e ditës gjumase, në ai fjalim të rastit, që mu dëgju më mirë zani dhe me u pa kush është folsi. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam, një sahabi ja pru një minber me 3 shkallë, që me hyp në ta pejgamberi alayhis salatu wassalam, edhe me pas ma let, me mbajt fjalimin tek sahabët, shokët e tij. Për këtë u mërzit trungu i palmës. Dhe thash ma herët, ka pas mugjize pejgambert e Zotit. Dhe thot sahabia, dëgjum një za të vajt, sikur zanën që lëshën edhe devja, apo në transmetime, kusia që vlën ujin dhe dëgjohet një za. Edhe zbriti pejgamberi alayhis salam dhe vendosi dorën mbi atë tronk të prerë të palmës dhe tha, elus Allahu, qetësohu, i tha, qetësohu, dhe elus Allahu që t'jesh prej palmave të xhennetit. Kjo është dashni e sinqert e krijesave të Allahu Teala ndaj Muhamedit alayhis salam, që e njehnin dhe e përshëndesnin dhe dëshironin që ta kishin Resulullahin sallallahu alaihi wasallam mbi supet e tyre. Pastaj kemi rastin kur Muhamedi alayhis salatu wassalam shkon në një bafqe të një ensariut dhe një deve aty që ishte, kur e sheh pejgamberin alayhis salatu wassalam, i afrohet, rënkon dhe i rrjedhin lotët. Kur e sheh Resulullah sallallahu alaihi wasallam, thret dhe pyet, thot, e kuja është, kush është pronari i kësaj devës? I tregojnë, është e një ensariut, i një banorit të Medinës. E pyet pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe i thot, a nuk ke frikë Allahun për këtë kafshë që Allahu ta ka dhënë në sundim? Ajo anku të unë për ty se ti po e let unë, nuk po ushen sa duhet dhe po e ngarkon shumë. Ato që i kemi në sundimin tonë,
që ne ndon shërbimin tonë, kemi të ndaluar me u sjell keq me kafshët e shtëpisë që i kemi. Le të jetë deve, le të jetë lop, qofshin dërum, le të jetë kal, gomar, qen, mac, që i kemi në kujdestarin tonë. Çfarë do kafshë apo shpes, zogj, bilbila, sende që i kemi. Kemë frikë Allah dhe du të mos sjell mirë me këto që i kemi në sundimin tonë. Ku mbet llafi apo fjala për gratë tona, për fëmijët tonë, për punëtorët të cilët punojnë te punëdhënësit dhe nuk kallëzojnë as farë mëshire ndaj tyre. Do të jemi të mëshirshëm ndaj atyre që i kemi në kujdestarin tonë apo në udhëheqjen tonë. Nëse jemi përgjegjës ne për ta. Se hajvani, si hajvan qofshet ndërum, kafsha si kafsh, shkon pejgamberi alayhis salam dhe janë kohet, se çfarë themi neve për ankesat e grave tona, Zoti na ruaj, prindërve ton, apo fëmijëve ton, apo punëtorëve ton, punëdhënësve ton, për ne, që me ardha ata dhe më anku, për ne. Edhe me thonë, valla, ky është i keq, sillet keq, ngarkon me punë ma shumë, ose nuk më paguën sa e bëj punën. E te Zoti, ka thënë pejgamberi sa ittaku da'watal madhlum, runu nemes mallkimit të atij që është bë zullum, se mes tij dhe Zotit nuk ka perde. Nëse të nem dikush, po qoftë edhe shtas, apo shpes, mund të dhajë me të nem e me trok, nema e saj, Allahu na ruaj. Edhe prandaj tha pejgamberi se kush i ka të rigjona do të shijojë ëmbëlsinë e imanit, e mesin e tyne, tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, që të jetë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam më i dashur për ne se çdo send tjetër. Nëse këtë kemi në zemër tonë, atëherë kemi një ëmbëlsinë e imanit. Jo më thon valla musliman, po s'pedi spendiu në shumë. Spendi se nuk i ke lënë pejgamberin alayhi salatu wasalam para gjithëve. Andaj kanë thonë dietarët, dashuria ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam është me zemër. E pastaj e shpreh edhe me gjymtyrët e tua. Nuk mjafton me thonë valla unë e du Zotin, po unë s'bëj kurrë për Zotin. Gjymtyrët e tua duhet me tregu që po e don Zotin. E du pejgamberin alayhi salam, ama unë nuk mjafton unë me zemër. Mo pse s'kam mjekër, sikur që ka pas pejgamberi, pse nuk vishna si pejgamberi alayhi salam, pse nuk haj si pejgamberi alayhi salam. Nuk e bëj darsmën si pejgamberi alayhi salam, nuk e bëj vdekjen e ta afërmive ton, varrimin e tyre sikur që ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasalam. Nuk jetoj sipas mënyrës Resulullah sallallahu alaihi wasallam, nuk ja respektoj urdhat e tij, apo nuk ndalohem prej ndalesave që i ka bë, është e kot të thu unë e du pejgamberin alayhi salam, ama nuk e ngoj unë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Mjaftohem unë që ditëlindjen e tij me hongër në jamërsin, me bo në dark, me bo në ilahi, ndoshta edhe me instrumente muzikore, edhe me mendu se une në këtë formë po është prej dashurin ndaj Resulullahi sallallahu alaihi wasallam. Nëse je sinqert dashurin tonë ndaj Allahut, ti duhet me pasu pejgamberin Allahut, Muhammedin alayhi sallam. Andaj thot Allahu Taala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." Surat Al-Imran ayeti 31, thuaj nëse ju vërtet e doni Allahun, më pasoni pasoni Muhammedin alayhi sallam, ju don Allah. E shiqo, çdo send thuaj ai ka bëu pejgamberi sa nëse e ka bëu më me zbatu, me pasu fjalën dhe veprën e tij. E jo veç me llafe bosh. Me thonë që unë e du, kur e dim se Muhammed a.s. na ka dash neve të mirën, na ka ftun tek e mira si që Allahu Teala, thot suratul Mu'minun, ajeti 73, me të vërtet ti o Muhammed ftën ata në rrugë të drejtë. Surat Shura, ajeti 52, në të vërtet aty udhëzon për në rrugë të drejtë. Rruga e drejtë është në pasimin e Muhammedit a.s. Prandaj tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i gjithë ummeti im do të hyjnë në xhennet përpos atij që refuzon. Thanë ja Rasulullah, e kush është që mundet me refuzu thirrjen tënde, mësimin tënd, sunetin tënd? Tha pejgamberi alayhis salam, kush mbindet, kanë respektu, më ka respektu dhe do të hyjnë në xhennet. E kush më kundërshton, ai ka refuzu. Kush e bën një bidat, ç'kjo është kundërshtimi? Thot njëri, sunet është që shtonë me e bë kur shkon varreza, e ti shkon e thu, po më mund ka thonë mëlla filoni, me kënu një elam me tre kuli valla, jo selam me dhonë ti që shpa thu. Me dit ti qëfar tarikati je, qëfar sekti je. Automatikisht
mundesh me hy në kërcënim të këtij hadithit që më qenë prej atyne që refuzon. E kush e refuzon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kush e kundërshton sunetin e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka refuzu. E kush e refuzon, përfundimin e ka në xhenem, Allah i na ruajt. Se thot Allahu Taala, surat Nisa ajeti 115. Kush i kundërvihet dërguarit Allahut, pasi është bë e qartë e vërtetë dhe ndjek rrugë tjetër nga jo besimtarëve, është fjala nga rruga e të parëve tonë, selefus salih, sahabët, tabiinët, tabiinët, tri gjeneratat e para që në ardhë me Muhammedin alayhis salam dhe pas tij, thot Allahu Taala, kush e kundërshton pejgamberin alayhis salam, pasi që është bë e qartë e vërtetë dhe ndjek rrugë tjetër jashtë rrugës aty në të parëve, ne e lem natë që ka zgjedhë dynjë, e fusim xhenem, sa përfundimi keq që është ai. Surat Nisa ajeti 115. Ke kujdes mos gabon me kundërshtu sunetin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Se thot Allahu Taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Ju keni shembullin më të lartë dërgumin Allahut. Për ka shembull liman kana yarjullah. Për atë që shpreson shpërblimin e Allahut. Bota tjetër. Ai që atë shpresë shoqënon duke përmend shumë shpesh Allahun. Kush shpreson me taku Allahun, edhe pejgamberin alayhis salam, ai e pason Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe shëmbëltyrën e tij. Dhe sot shiqo gjendjen e rinis, shiqo gjendjen tonë përgjithësi, veshjen tonë, frizurat tona, ushqimet, mënyrën se si ecim, si flasim, muzikën që dëgjohet, haramet që bëhen, zbulimin e grave. Ne zot as nuk e ngojmë Allahun, as dërgumin e Allahut Taala, pastaj ne tër ditën vetë shahemi tek armiqtë e Zotit. Fajt i ka filan vendi, filan shteti, filan populli, ndërsa ne me gjithë të mëkate ne nuk kemi faj, po i kanë faj tjetër kush për gjendjen tonë. Fajtor jemi neve për gjendjen tonë më së pari, pastaj të tjerët fajsorë. Nëse ne do të kishim drejt raport me Zotin, do të kishim pas gjendjen më të mirë tek Allahu Taala. Ne jemi të obliguar me i dhënë përparësi fjalës pejgamberit alayhis salam para fjalës së çdo njëri nderuar vëllezër. Jo më thon, ka thon mulla filani, ka thon filan hoxha, e lexova, po thënë logjika po ma merr mendja, e mos me ngu Allahun dhe dërgumin e tij. Thot Allahu Taala, o ju besimtar, mos bëni asgjë përpara se të orientoheni në udhëzimet e Zotit dhe dërguarit të tij. Keni kujdes Allahun, se me të vërtetë Allahu i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Sura Hujurat ajeti parë. Mos qit përpara fjalës Allah dhe të pejgamberit alayhis salam në lafdh dikuj. Se Allah nuk ka nevojë për ne. Dhe na tërheq vërtetën. Nëse ju se ndihmoni fenë Allahut, që na ka urdhëruar me ndihmu, in tansurullah yansurkum wa yuthabbitu aqdamakum. Nëse ju ndihmoni fenë Allahut, Allah ju ndihmon juve dhe forcon këmbët e juve. Po nëse këtë nuk e bani, mos e ndihmofshi Allahun, atë kanë ndihmu vetë Allahu Taala. Nëse ju nuk e ndihmoni pejgamberin alayhis salam, nuk e ndihmoni dinin Allahu Taala, nuk e ndihmoni sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na sot se kemi Muhammedin alayhis salam gjallë. Ç'e ndihmojmë në Muhammedin alayhis salam? Ndihmojmë sunetin e tij. Tu fol fjalët e tij. I përcjell fjalët e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu i përcjell veprimet e pejgamberit sa, me një fjalë sunetet e pejgamberit alayhis salam, tu mësu të tjerëve, dhe duke i zbatuar mas parin vetën tonë, familjarët tonë, dhe duam mësu të tjerëve. Nëse këtë e bëjmë, atëherës në këtë formë, inshallah, e kem ndihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nëse këtë nuk e bëjmë, ndihmon Allahu. Allahu tregon. Allah e ka ndihmu Muhammedin alayhis salam deri në fund. Lum për atë që bëhet argat i fesë Allahut dhe ndihmtari sunetit të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe i shqyqoni dashnin e sahabëve që kanë pas dhe pejgamberit alayhis salatu wassalam. Shqyqoni sakrificat që kanë bo muhaxhirët, e kanë lënë Mekën, kanë shku në mbrojtjet Muhamedit alayhis salam deri në Medinë. Medina si të morën përgjegjësinë e mbrojtjes Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thanë, neve do ta mbrojmë këtë njeri. Pa ma parasysh rreziqet me cilët u ballafaqun dhe u detyruan pastaj me luftu. Pa pas problem, ju dul problem për shkak qëndrimit tyre ndaj mbrojtjes së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ubay ibn Adi ishte besimtar, zon Mekkasit, smojti me bëj hijret.
dhe e ekzekutuan. Para se me vraj, than, a ki qef mu pas konë Muhamedi alizam vend teje? Farë tha? Wallahi tha, nuk kom dëshirë një therë me theru komba në Resulullah s.a.s. krasu ma ta qfarini duke mba edhe kërcnu. Ma i knaqëm jem, unë me mdodhë, gjdo e keqe se sa qëft edhe një therë me e theru, një gjemb me e theru komban e pejgamberit alayhi salatu selam. Neve sot na shahat feja Zotit, na shahat sunetit e pejgamberit alayhi salatu selam, edhe neve rrim shumë indiferent. Ligjet për dhosën, për toke, na jemi indiferent. Do shta hoqë është edhe nuk i bën për shtypje që dikush pja shanë fen, ja shanë pejgamberin alayhi salatu selam, ai nuk tërpnohet e këti vjen marë mu që edhe me mbrojt Resulullahin sallallahu alaihi wasallam ose fene Allahut azza wa jall. Shembuj të tillë kemi të shumë në historinë islame, por veç edhe një shembull du më ia dhon të një gruaje e cila në luftën e Uhudit ja kishin vrarë burrin, djalin, vllaun. Ajo kur i pa tu kthy në Medinë, se Uhudi ka qenë periferi të Medinës, muret e Medinës ka qenë Medinë e rrethuar me muret e veta si kështjell, kur erdh ushtria i pa të lodhët, të raskapitur, të mërzitur që kishin humbat betejë. E nuk pyeste ku kom burrin, ku kom djalin, ku kom vllaun, po çfarë pyeste? Ejna Rasulullah, ku është i dërguari i Allahut Teala. Se sa pash pejgamberi, a është gjallë pejgamberi alayhis salam? I thanë gjallë është, mirë është, tha më çoni tasha. Kur e dërguan dhe e pa, tha çdo fatkeqësi post teje është e vogël ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut. Atë humbja e burrit, humbja e vladit, humbja e vllaut, gjitha ju dokën shumë më pak se sa me pas humb pejgamberin alayhis salatu selam. Neve sot më me rëndësi e kemi ftyrën tonë, reputacionin tonë, se reputacionin e sunetit pejgamberit alayhis salatu selam dhe emrit tij. Sot me e sha dikush Allah, me e sha pejgamberin alayhis salatu selam, rrim, me na sha neve, me njëherë dalim japim deklarat publike ose në Facebook dalim atë çka diu në rrjetet sociale edhe bëjmë reagimin. Se është përdos emri im. Sepse përdoset emri Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Feja e Allahut fare nuk na bën për shtypje, Allahi na udhëzoft e na përmirësoft. Çfarë dashni kanë pas sahabët dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kur patën ardh në marrëveshje të Hudejbijës, një grupi mushrikëve pa besimtarëve të pejgamberit alayhis salam dhe donim në fol me bat marrëveshje që mos milan muslimanët me hyn Mekë atë vit, po më ardh vitin e ardhshëm. E njohur është në historinë islame kjo marrëveshje. Ishte njëri prej jo besimtarëve, i cili ishte Urwa ibn Mas'ud. Ishte me prek mjekën e Muhamedit alayhis salam. E ka dashur Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka qenë burri i pashëm. Sahabia Mughira ibn Shuba kur apo se po do me prek, u friksu se për ndodhë dhe qka. Dhe hiq mos mi ndodhë, me pas vrejze për do me të mirë, i pa besimtar, për dënë, mi janë dalë këti njerit me hynë Mekke, në qabën e bekume dhe tash këtu për dënë me më të regu, kishe po ma dënë, ma me selam, e prekim me skejt shpatës, dorën e ti dhe tha, largo dorën, mos e prek, mjekrën në Resulullah sallallahu aleyhi wasallam. Kër u këthy të populli i ti, ju tha, kam qenë të Kisra, mbreti i Bizantinëve, kam qenë, tha, të mbreti i Persianëve, të Kisra ka qenë mbreti i Persianëve, kam qenë të mbreti i Bizantinëve, kam pa mbretët të ndryshëm të fisëve arabe, por nuk kam pa respekt dhe dashuri më të madhe të tregonin ata ndaj mbretërve tyre se sa shokët e Muhamedit alayhis salam që tregonin ndaj Muhamedit alayhis salam. Andaj respektoni ta këtë marrëveshje që kemi bë, se ju bjerë mirë se ky njeri vërtet ka respekt dhe dashuri të madhe për shokëve të vet dhe e keni vështirë me i luftu ata të cilët i qëndronin aq afër Muhamedit alayhis salam. Allah na boft që të na shtohet dashuria ndaj pejgamberit alayhis salam, Allah na boft për ndihmtarëve sunnetit Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, deri në fund qëndrojmë, jetojmë sipas sunetit dhe të vdesim në sunetin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe të takojmë vetë pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe pasuesit e tij dhe pejgamber tjerë ditën e gjykimit. Deri në takimin tonë të radhës, mbeqin për kujdesin e Allahut. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.